Unë jam prej Bogët, ka shumë vite që jam të investu në Bogë. Do thënë, gati gjenin e situatës së ujtë nuk e din as kush ma mirë se vetë në Bogë, pavarësisht se mund të ketë edhe ma të vjetër se unë. Unë e di sepse mund ka rënë shpinë duke mlel ujë në çdo ku kam pas mundësi, sepse duke pas biznes, të shtëpia mund ta menaxhosh fije, po duke pas një hotel që shpenzon belan mira litra në ditë, atë ka kem problem. Do me kap një 2-3 pika herë. Pika e parë është që proni Boga nuk ka ujë, është shumë e vërtet ndërtimi qelqeror, proj, këtë nuk i thonë, ishin thonë proj njëm, po i thonë proj tha. Të vetëmet burimet që janë, pak burime janë aty të peqina, si themin e që u menaxhu në i gjamë, u mlel prej aty. Tanë kryesorja firma juj duhet ishte koncentrua në depo ujtë, magazinim ujtë. Tanë problemin Boga ka mu i ngusht, disiplinimi, do të thanë tanë mu i ngusht. Ti vjenë më thu, këna voj rezervari depo atje 200 metër kop. 400, po 200 një vend e 200 një vend, por unë 200 unë e kam vetëm për stallat e aktive. Unë si biznes kam 1.4 milion litra depozita ujtë për mu i ngusht. 1.4 milion litra ju si keni gati tonë mundësia më dhe bashkë. Edhe ja dalë me vështërsi. Prandaj duhet të mendoni vetëm si me disiplinua dhe si me gjetë mundësi, me rritë kapacitetet e aty në depove. Unë nuk e di, ndoshta, a keni të ndërrua akoma, është në hell tender, se unë e kam pasur është edhe në tender. Edhe unë nuk e di çfarë vlerë ka që na vime flasim mas tenderimit të projektit, sepse na flasim kështu po, pa edhe një gjë tjetër që duhet ta kenë parasysh firma. Ajo depoja që është vënë atje sipër në fushë të kolit, ajo është vënë në një pronë, që edhe kryetari i bashkisë është ndjeni, është një investitor strategjik që janë të ndërtua një resort që ka fituar statusin para një viti. Është Boga Valley Resort, është pakën prezent kur kryeministri ka aprovuar. Prandaj ajo gjë si rregullohet, sepse po nuk i ra nesh mbrana atij resorti, ose mund të lëvizet majta se djathta si fije, po ajo pronë aty është pronë që ja është dhënë investitori strategjik. Kështu që ta dini për informacionin tuaj që ta kemi. Nga shtetërore strategjik apo nga shtetërore strategjik. Është miratua nga IDA, ka 2 vjet si ka ashtu projekti, është të rimo projektin në fazat finale dhe është miratua si kështu vetëm është subjekt për më riballë herë projektin nga i kompania ujë. Kështu që besoj që edhe urbanistika e bashkisë duhet jetë ndjeni të asaj, sa për informacion që mos t'i vinë nesh dikuj tjetër, sepse një projekt tjetër që investin miliona euro me aprish mrapa, për me ashtu, për të prit depozit ujtë, për kanalizime që kalojnë atë. Kjo është sa për këtë ujtë, që unë mendoj, jam afrua, ju kam bashkëpunu me ju, sa herë që keni ardhur atje, jam mënu me kanë prezent edhe kështu. Unë në rast se çdo gjë bjen në tokat e mia, ju tregoj sot, domethënë në çdo tokë, në çdo pronë që kam personale, unë e jap pa shpërndësim pa asnjë gjë, ku të kalojnë rruga e bicikletave, ku të kalojnë ujë, ku të kalojnë gropat septike, kanalizimet, çdo gjë që është i përket pronave të mia, unë as do me hyn procedura shpërndësime, këtë jo bëjnë thirrje edhe bashkëtarëve të mi prej Bogët, për me përshpejtuar projektin, mos të dalin jam ra shtylla elektrike, kështu se këto janë projekte që na zhvillojnë Bogën në mënyrën më perfekte më. Për punin e ujit, në mund bëjmë debate kështu dhe shpresoj mos ta çojmë debatin në atë mënyrë se si me kanë një mbledhje dikur kooperative të pa vlerë. Le të shihni mundësinë, unë ju sugjeroj gjë, po ka tjerë që mund sugjerojnë edhe kështu. Nuk ka pika ujit tjetër, pa kanë ideja një shpellet e një gjajët që është mbris husit, se kanë hyrë do alpinista, ka tash 2 vjet që unë mundohem me gjithë do spedolog tjerë për me hyrë me shpenzimet mia dhe s'po gjej askund prapë, për me vërtetuar çka kanë vërtetuar të natë nishin. Sepse unë kam një raport që i kanë lënë ata, po kemë pa i lom atë poshtë, po unë s'po gjej do tjerë, kam kontaktuar me këta që kanë
ka shqiptarë që kanë zbulu atje me Leskovik atje, ata më kanë premtu që do vinë, po unë pra e do investu që le të futen, le të bajnë edhe një dytë, se me thonë që ka shofin amet vërtet a i ujë atje asë është, a i po që atëherë aja është fitore jo për bogën, po është për maksinë e madhe. Në rrasë ajo ndu. Kurse për anë tjera, unë kishëm sugjerua me eksperiencën që kam, ku jam, vetëm me luftua për magazinimin e ujit, pra për depo më të mëdha. Do të thonë këtë ta dini, muaj ngusht e kena problem, muaj ngusht disiplinë, depo më të mëdha, rezerva më të mëdha, vetëm kështu zgjidhet problemin bot për momentin. Se nuk ka burime tjera që me thonë, po marrim këtë kështu. Një ashtu me mundësi që janë, me burime që janë me hynë rrjetin kryesore, mu menaxhu mirë, në rregull e kjo është. S'ka shkencë tjetër në botë. Me që kam fjallin i tash se s'do më shoh dhe Greta shumë korporuse, sepse ka shumë kohë, na duhet ta falenderojmë se është motra jonë dhe ka punu shumë edhe kjo të shtynë projektet për Bogën, edhe shpresoj edhe për prej bogjanëve që do ta marrin edhe mesazh se unë kam kaluar kryeministrit, na jena të shkatru komplet për rrugën Greta, do të thonë është rruga më katastrofë më, është kthyse një vend lufte, çdo 500 metra ke një makinë me gomë drame, për shembull dje kam pa një 7 makina me gomë drame, unë premtoj që coptojnë në për grupet që janë hapë, anë kriju edhe i hendek aty, edhe kryetari i bashkisë duhet ta dinë, ka 4 muaj që firmë kontraktuse për rrugën nuk ka, sepse firma që ka humbë tenderin, njëri tjetër ka fituar, është kriju një anomali mes të 2 firmave e paguajmë na. Pra është rruga në kushtet ma këqija që mundën me kemë për turistat, për njerëzit, për kështë. Arëshëja është nes, po të shofin me mundësin, që mundet me bale fondi, me zgjeru i fjerë rrugën pak në komplek Bogë, është ideja se na jeni të vroj investimin në Bogë, jena të mënu me amajt Bogën e me bame të kjo, po është shpethi që ka 2-3 makina në ditë, të shku për thejë dhe për Bogë pijen pra. Me korporu që të bajnë pak të rrugën dhe i në Bogë i fjesë, se nga jesë konshme dhe këtë transmitoja dhe drejtorit fondit dhe ku është e mujtë. Kurse sa për ujtë, shumë ndaj shif një vetë që është shumë, shif një dhe pikën që është shumë, përndirë shpresoj që edhe bogjan tjërë, ku është mundësia ku ka toka, mos të hymë, sepse procedurat e tenderimit, të kam shpërblimit, të shpërëndësimit marrin jashtëzakonisht shumë. Më thënë, ku i të kënë për 100-200 metra tokë, është për benefitet tona, ajo drejtojnë bogjanëve që jenë toleruse në këtë mesën tona, projektet që na preken ka i thije, sepse është për benefitet tona. Kam drejtë.